hala ne dakordohemi që përbamja parë, e dytë, e tretë, e katërt e kuvendit ka qenë përbamja ma e mirë e mundshme se sa këto vite tjera dhe përbamja tjetër që vjen. Për shkak se ka fillu me ndryshu forma të zgjedhurve të tyre, sepse hynë personat që kanë fuqi. Në kohënat kur s'kemi pas shtet, kemi qenë tokë punë, institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm ka qenë ODA. Edhe ti e di shumë që me hyrë në ODA ka pas kritere shumë të mëdha. ODA është shumë mirë mu shëshit, mu pastru mirë, madje, as ai që ka qitë me la dur, me legend, ku ka himi qitë, ka qenë një zgjedhun, s'ka hi gjithkush. Ai që ka shërbyt e tjerëve. Ai që ka shërbyt tjerëve atyne, se nuk o dash gjithkush me një lafin e ODA se ka qenë shumë i rëndësishëm. Në kohën kërë kemi bërë shtetin e kemi kuvendin e Republikës Kosovës. Që e zavendëson ODA. Zyrtarisht ODA. Tash, përderisa ODA ka pas njerëz të zgjedhun, që thujmë na kështu me kokallë. Kuvend Kosovës breveton e kam një përshtypje që nuk po zgjedhen mirë, nuk janë krejt të denë për me qenë aty. A i ka humbur pak kjo nuancë, ky kredibilitet kuvendit si institucioni më i lartë i një shteti. Në gjitha vendet e zhvillume, fillimisht për të qenë deputet, janë disa kritere. Domethënë duhesh me kalu nëpër disa kritere, është një lloj filtri që ti vetëm kandidimin me pas duhesh me kalu nëpër disa filtra. Domethënë me pas një profil që ti pak a shumë je i thirrur për atë profil. Domethënë sepse në botën demokratike askush nuk t'jap vot pse të ka familjar. Domethënë asku në botë nuk t'jap vot dikush pse je në politikë dhe je familjar i tij. Domethënë ai ta shef profilin personal, ta shef profilin politik, ta shef bindjen dhe ta shef orientimin se çfarë lloj profili politik je. Edhe nëse ai e zën veten në profilin e tij, atëherë edhe mund t'ja marrësh votën. Përndryshe në Kosovë, fatkeqësisht, sepse nuk është që po flas për kolegët e mi. Ndoshta edhe unë mund t'jam një prej atyre që si plotësoj gjitha kushtet me qenë aty, por duke e pa përbamjen vazhdimisht, domethënë prej 2001 e kënena, hala ne dakordohemi që përbamja parë, e dytë, e tretë, e katërt e kuvendit ka qenë përbamja ma e mirë e mundshme se sa këto vite tjera dhe përbamja tjetër që vjen. Për shkak se ka fillu me ndryshu forma të zgjedhurve të tyre, sepse hynë personat që kanë fuqi në biznes, kanë fuqi në rreth, kanë afërsi ndoshta me drejtuesin e partisë, ka kësi lloj forma për shembull sepse ne veprojmë me listat e hapura. Dhe kjo forma me listat e hapura ju jap mundësi ndoshta secilit me pas një mundësi çfarë do të qoftë ajo dhe me siguru votën për krajin e qytetarëve me qenë deputet.